Mjekët me urdhër të prerë. Mos e merrni celularin me vete në tualet, mund të shkaktojë këto probleme. Zakoni i përditshëm i celularit në tualet mund të jetë i dëmshëm për shëndetin, pasi qëndrimi i zgjatur mund të ndikojë në qarkullimin e gjakut dhe muskujt e legenit. Celularet tonë pothuajse janë në bërë edhe zgjatimi dorës, aq sa edhe në tualet mezi i le më pas. Shumë i përdorin ato edhe në rrjetet sociale që i shfletojnë gjatë kohës që qëndrojnë në tualet. Dhe nga disa minuta që mund të kryeni nevojat tuaja, ato janë rritur me mbi 15 minuta. Por sipas ekspertëve, ky zakon mund të ketë efekte të rënda në shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, ai mund të ndikojë gjithashtu në qarkullimin e gjakut dhe vështirësinë e kthimit të gjakut në zemër. Dr. Lee Zhei, kirurg në qendrën mjekësore në Universitetin e Texasit, shpjegoi se mbajtja e celularit në tualet përveç se do kontaminohet me mikrobe ose bakterie, ai krijon edhe qarkullim të dobët të gjakut në pjesën e legenit. Për më shumë, shikoni videon më poshtë.